Këngëtari i njohur Adrian Gaxha, i cili prej kohësh është tërhequr nga jeta publike dhe nga skena muzikore, ka vendosur të kurorëzojë në heshtje dashurinë e tij me martesë, larg vëmendjes mediatike dhe syrit të publikut. Artisti, që për vite me radhë ka qenë një ndër emrat më të komentuar të showbizit shqiptar, duket se po jeton një nga periudhat më të bukura dhe më të qeta të jetës së tij personale. Prej kohësh përflitej se lidhja e tij me Sidorela Dauti po bëhej gjithnjë më serioze dhe se çifti ishte gati për një hap të madh. Megjithatë, si gjithçka tjetër në këtë marrëdhënie, edhe martesa është mbajtur larg rrjeteve sociale dhe deklaratave publike, duke u zhvilluar në një atmosferë intime mes familjarëve dhe miqve më të afërt. Shenjat e para se dyshja po jetonte një histori të konsoliduar dashurie u vënë re që verën e kaluar, kur në rrjet qarkulluan pamje nga pushimet e tyre romantike në jug të Shqipërisë. Në ato momente, fansat nisën të dyshonin se raporti mes tyre kishte kaluar fazën e një romance të zakonshme dhe po shkonte drejt një përkushtimi afatgjallë. Burime pranë çiftit bëjnë me dije se gëzimi në familjen Gaxha është edhe më i madh, pasi partnerja e këngëtarit është në pritje të ëmbël. Ky lajm e bën këtë etapë të jetës së tyre edhe më të veçantë dhe emocionuese, jo vetëm për çiftin, por edhe për familjet respektive, të cilat mezi presin ardhjen në jetë të anëtarit më të ri. Pas një karriere të gjatë me suksese të shumta muzikore, koncerte dhe projekte që e mbajtën për vite në qendër të vëmendjes, Adrian Gaxha duket se ka zgjedhur një rrugë tjetër, qetësinë, familjen dhe privatësinë. Ai ka preferuar që momentet më të rëndësishme të jetës t'i ndajë vetëm me njerëzit e zemrës, duke treguar se sot prioriteti i tij kryesor është lumturia personale dhe ndërtimi i një familjeje të qëndrueshme, larg zhurmës së skenës dhe titujve roz. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.